Pozicioni i avokatit të popullit në lidhje me të tëra paraburgimet përgjithësi, jo vetëm me rastin konkret, është se duhen përdorur si mjeti fundit. Pra këtë e thot ligji, këtë e thot konventa, këtë e thot standardi. Heqja e lirisë së personit nuk duhet jetë rregulli, por përjashtimi. Liria e personit cënohet vetëm për shkaq atëherë kur ai është i dënuar me një vendim penal formës për erë, duhet vuaj dënimin. Ky duhet jetë rregulli. Përjashtimisht, thot ligji, mundet që persona të caktuar të mbahen për arsye shumë specifike, një nga arsyet është prishja provave dhe një tjetër po aq e rëndësishme është edhe rreziku i ikjes nga Shqipëria, po i ikjes nga dhënia e drejtësisë apo procesi. Kështu që Shqipëria fatkeqësisht vjen nga një kulturë, unë besoj e ka nga pjesa e kulturës diktatoriale, ne nuk ndryshuam në ndësinë e sistemit. Kemi pasur për vite me radhë një paraburgim të stërmbushur. Dhe vazhdojmë ta kemi, dhe e kemi përkeqësuar. Është thelluar vit pas viti, që ku kam marrë unë detyrën dhe deri më tash, numri të paraburgosurve ka ardhur duke u shtuar në sistemin ton penitenciar. Arsyet janë të ndryshme, pra për te ashpërsimit një politike penale të ashpër, ne nuk ja kemi dalë që të kemi procese po aq të shpejta sa të mund të kishim përpara. Reforma në drejtësi zgjati afatet dhe kohën e zhvillimit të proceseve gjyqësore. Po ashtu, një numër i madh prokurorësh dhe gjyqtarësh gjatë kësaj periudhës që fatmirësisht po përfundon tani, të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, përpiqeshin të ishin edhe më të zellshëm ose të mundoheshin të mos kishin asnjë lloj dyshimi të çfarëdo lloji se ata mund të ishin të përfshirë në korrupsion, por nga ana tjetër ata po cënonin po aq shumë ligjin sepse po shkelnin liritë e personave dhe ishin duke i futur personat në burg kot apo po i mbanin, shkonin me masa shumë të ashpra, pikërisht për të përpjekur për të treguar që unë po zbatoj ligjin. Unë kam folur edhe me burimin SPAK, edhe me prokuror SPAK, i cili më thonë shiko, ne zbatojmë ligjin. Ligji është i tillë. Mundësia ekziston, ligji por thot ne ndryshohet ligjin, ne jemi dhe ne më të butë, po ne jemi të detyruar të zbatojmë ligjin. Përdorimi masave nuk është detyrim për ta. Dhe këtu më kujton se këtu më kujton një gjykatës të kolegjit zgjedhor në 2011, i cilin unë bisedoja lidhur me çështën atëherë të famshme Basha Rama. Dhe ai ta shikolla, kur ne jemi në një presion të madh politik, ne bëhemi si kuajt, vendosim ato dy mburojat dhe shikojmë vetëm ligjin. Atëherë. Dhe prokurorët e SPAK-ut më thonë një gjë, thonë, ne jemi kështu, shikojmë ligjin. Ndryshohet ligji, po ju thoni që ka hapësira? Patjetër që hapësira ka, po ajo që po them unë është një gjë tjetër. Shtimi i numrit të paraburgosurve nuk është për shkak të SPAK-ut. Numri i personave që trajtohen nga SPAK-u shumë i ulët. Dhe numri të përqindja totale e persona që ata hetojnë, që janë në mas siguri është prapë ulët, me ulët se prokurorit e zakonshme. Numri më i madh i personave të cilët janë në burg nuk janë nga SPAK-u, pavarësisht se tani kemi eksponentë të rëndësishëm të krimit që po futen nga operacionet e prokurorisë së posaçme. Por unë prapë mendoj që arrestimi personave gjatë fazave të hetimit duhet jetë një përjashtim shumë i madh. Për të mos thënë që unë personalisht, duke mos thënë penaliste, duke mos qenë kur prokurore, duke mos qenë kur në këpucët e tyre, për duke qenë gjithmonë avokate, dhe tentoj për shkak të vesit profesional që ta kem këtë lloj pozite, do ta përdorja si mjetin realisht të fundit ose asnjëherë në jetën time. Një nga arsyet pikërisht pse dhe unë nuk kam dashur kur të bëhem as gjyqtare që e vogël, them, që kur kam mbaruar fakultetin e drejtësisë, ishte se nuk e mbaja dot peshën e madhe të mbajturit të një personi në burg kot, ashtu si dhe të lëshuarit të një kriminali, sepse mund mos ishin provat e plota, ta i të dilte dhe të bënte një vrasje nesër. Pra, kjo është një çështje e cila ka 1000 përgjigje, varet paraspeshimi i këtyre elementëve që gjykatat i vlerësojnë, SPAK-u i propozon, po duhet jetë gjykata ajo që ta bëjë peshën. Pra në fund të ditës, prokurorët, pavarësisht se ne themi SPAK-u, po SPAK-u vetëm propozon, akuzën bën. Duhet jetë gjykata ajo që duhet të mbajë balancën e duhur. Po gjykata ajo që merr vendimin nëse është i bazuar apo nuk është i bazuar një pretendim i caktuar për marrjen e masës apo jo
të prokurorit.